që e përmendet dhe të pra, puna kur vjen me votu publiku, shpesh ka përmbysje kështu të rezultateve kur vije çështja tek zëri publikut. Dhe dua të pyes edhe për këtë, sepse në rast se Kosova do të ishte pjesë e Eurovisionit, do të thotë që mund të kishte, po flasim për vendet ballkanike, pra përgjithsisht, a mund të kishte ndikim edhe fqinje verior vlas për rastin e Serbisë, në këtë rast për procesin e votimit apo këto, apo mendon që do të votojë pavarësisht kësaj? Sigur, ne kemi pasur Serbia nuk jep pikë Shqipërisë asnjëherë, as juria, as publiku, jep 1 pikë ose 2 pikë me ato votat e publikut, për shkak se votat e publikut nuk i numëron Serbia, i numëron organizatori. Ato vota 1-2 sa jep Serbia janë votat e shqiptarëve që jetojnë në Lugin, por kryesisht Serbia është një prej shteteve që voton shumë politikisht, jep vot Greqisë, Maqedonisë, domethënë piket maksimale jep fqinjeve të saj. Kur ishte Rusia në Eurovision, i jepte gjithmonë 12 pikë Rusisë, kështu që nuk është problemi pse Serbia nuk na jep pikë, ne mjafton që të marrim pjesë një herë, edhe pastaj ka plot shtete tjera që do të na votojnë dhe kjo s'varet absolut prej Serbisë. Ne fakt Serbinë kemi pengesë për të marrë pjesë atje, jo për të na votuar, pastaj nuk kur të pranohemi dhe kur të marrim pjesë, Serbia ma nuk llogaritet si një pengesë sepse ne jemi të barabartë me çdo shtet tjetër që merr pjesë dhe nuk e shoh si një problematik. Po, dhe nga përvoja jote, Albert, si gazetar, dhe raportimi që ke bën nga festivalet të ndryshme, pra, si është ndikimin e festivaleve të muzikës të kritimin e një imazhi, po flas për Kosovën, pra në sferën ndërkombëtare? Po tash, ne jemi një shtet i ri, akoma njerëzit e fatkeqësisht e kanë një imazh